e ka kompromitu procesin. Unë vazhdej me mendu që ky proces mund të korrigjohet me rinumrim. Ky është edhe qëndrimi i Komisionit Qendror Zgjedhor dhe nuk ka vrejtje as nga subjektet politike, po as nga vetë kandidat, si ata që janë të dëmtuar, si nga ata që kanë përfituar. Numërimi e pasqyron domthonë numrin real të votave të cilat kanë marrë deputetët. Tash, mënyra se si është manipulu procesi, nuk mund ta di se duhet me qenë pjesë e procesit, me i hetu, me dëgju dëshmite, me po provat të cilat i nxjerrin organet e policisë hetuesis, por e rëndësishme është që është vlerësuar kohë reale dhe është vendos që të ketë një rinumrim i cili do të rikthej vullnetin e qytetarëve në vend. Çka mendoj që është mirë të shihet në të ardhmen, është mirë që të shihet mundësia e numërimit të votave nëpërmjet formave elektronike, nëpërmjet skenerëve, dhe të rritet sa më shumë monitorimi i numërimit të procesit të votimit. Tash, në të kaluamën ka pas situata ku është përfol për format ose për mënyrën se si është abuzuar me votën. Por viteve të fundit, domthonë 2-3 parë zgjedhjet e fundit, nuk ka pas si lloj situatash ose nuk janë vrejt nga Komisioni Qendror Zgjedhor apo nga persona të cilët kanë mundur të bëjnë edhe ankesa. Kanë mund me qenë të dëmtuar nga procesi, por në rastin konkret ka rezultuar domthonë që vullneti i qytetarëve është deformuar në një masë të caktuar, veçanërisht me theks veçantë në qytetin e Prizrenit. Po. Zotri Jakupi, e pam edhe nga dhënat dhe statistikat e KQZ-s një farë diferencë, jo vetëm sa i përket lokacioneve, pra në këtë rast komunës së Prizrenit, por në anën tjetër dallime, diferenca pati edhe tek partitë politike. Tek PDK-ja, ndryshimi i votave ishte më i theksuar, krahasuar me partitë